Mimoza Musa do të jetë një nga nënkryetaret e Vlenit, ndërsa Azir Aliu po punon në rregullimin e statutit të partisë, i cili është një nga pesantarët e Komisionit për shndrimin e koalicionit në subjekt politik. Këtë sot e pohoi vetë Azir Aliu nga grupacioni Aleancës për Shqiptarët, që është pjesë e qeverisë, duke shtuar se po punojnë intensivisht dhe se të gjitha gjërat do të marrin jetë më 9 maj, kur edhe do të mbahet kongresi i partisë. Ne tash jemi duke punuar. Momentalisht jemi duke punuar në aspektin administrativ, jemi duke rregulluar statusin e partisë. Një nga antarët që punojnë 5 jemi aty jam edhe unë, duke analizuar procedurën, organogramin dhe strukturën partijake se do t'jetë. Më duke se informuam mediumet se në 9 maj do t'jetë kongresi i parë i partisë, pra pas asaj do të organizohen grupet e punës dhe do të ndahen në bazë të organogramit grupet secilit me performansën e përshkruar në organogram, që pastaj të vazhdon në aspekt administrativ të riorganizohen partitë. Në kryetarje do të jetë zonja Mimoza Musa, edhe si zonjë edhe si përfaqësuese e Aleancës për Shqiptarët si deputete, dhe kontributi i saj do duhet të çmohet. Aliu tha se ende mbajnë komunikim me Arben Fetaon, pavarësisht se politikisht i kanë rrugët e ndara, duke lënë të nënkuptohet se Fetao pas rikonstruimit të qeverisë nuk do të mbajnë më postin e zëvendës kryeministrit. Pra, nuk kemi ulur të flasim për riorganizim të qeverisë, pasi që në këtë periudhë merremi atë që thash me aspektin organizativ dhe teknik. Besoj që pas kongresit do t'jetë gjithçka më e qartë. Komunikim keni me të, vazhdon komunikimi si neve kemi komunikim me secilin, do nuk kemi hatërmbetje personale. E dinin është e bukura kur merresh me politikë, është kur din ta ndajsh politikën nga procese tjera. Për fat mirë neve dim të edhe kemi dhënë rezultate që politika është një e pastaj procese tjera janë diçka tjetër, kështu që komunikime politike nuk kemi, pasi që linjat politike janë ndoshta të ndryshme, megjithatë komunikim personal po. Kujtojmë që Aleanca për Shqiptarët u përça në prag të zgjedhjeve parlamentare të vitit 2024, kur Arben Taravari u nda nga zgjedhjen Sela për të rreshtuar në Vlen, kundrejt Selës që u rreshtua në frontin evropian. Më pas, para zgjedhjeve lokale të vitit 2025, Taravari vendosi ta lëshojë qeverinë dhe t'i bashkangjitet koalicionit të BDI-s, pjesë të cilës ishte edhe Sela. Por Azir Aliu së bashku me Arben Fetajin vazhduan të qëndrojnë në Vlen, duke mbajtur kushtu edhe postet ministrore që u takonin. Me vendimin e krerëve të Vlenit që partia në formim të funksionojë vetëm me 2 kryetar dhe jo me 4 me rotacion, siç thuhej në fillim, Arben Fetaj dhe disa të tjerë dolën si të pakënaqur nga ky vendim, me çka u distancuan nga Azir Aliu, i cili pranoi këtë mënyrë funksionimit të Vlenit, ku grupacioni tashës nuk i takon posti i kryetarit, por vetëm i nënkryetarit.